dhe mirë se erdhe në një tjetër video në kanalin tim. Si po shikoni nga titulli, sot do bëjmë një video që më duket se jam unë e vetmja YouTube ose ndër të paktat që nuk e kam bërë. Kjo video ka qenë shumë virale para shumë vitesh. Çfarë ka në çantën time dhe unë nuk e di pse nuk e kam bërë asnjëherë, mbase se nuk kisha ndonjë gjë shumë interesante që mbaja në çantë. Por tani që jam në ditët e fundit të shtatzanis, kam shumë gjëra që marr me vete dhe kjo çanta këtu nga Michael Kors që ma ka bërë dhurat kunata për Krishtlindje është shpëtimi im. Kam kaq shumë gjëra që i marr me vete kudo që shkoj tani, është çanta pakës e rëndë, po gjëra nuk janë të rënda, kështu që funksionon. Dhe thash, pse jo, mos ju tregoja dhe juve se çfarë ka në çantën time si një nën mami to be në muajin e 9 në ditët e fundit të shtatzanis, sepse besoj mbase është një çik më ndryshe se sa çfarë kam në çantë normale të një vajze dhe dhe për më tepër që kam shumë mama që janë bashkuar kanalit tim. Kështu që le t'i futemi punës. Gjëja më e rëndësishme për momentin në ditët e fundit të shtatzanis është linesat. Linesat prej mami të mëdhaja, se nuk desha të blija tjerë, dhe letrat e lagura. Linesat pse? Sepse mund të plasin ujrat nga momenti në moment, edhe unë nuk duaj që t'jem në supermarket, apo t'jem në dyqan, apo t'jem këtu, t'jem aty, edhe do të rëpërohem. Kështu që një e vej gjithmonë kur dalë, dhe dy marr me vete, sepse djetë që kur plasin ujrat ka një sasi më të madhe se periodat, mendoj unë nuk e di. Base dhe nuk plasin fare, kupton, por që t'jemi të përgatitura, pse jo? Edhe pastaj mund ta ndroj, kështu që dy linesat edhe letrat e lagura në çdo rast. Letrat e lagura janë këto letrat që kem bler për babyn, por derisa të vi baby unë i kam mbaruar. Janë me 99% ujë. I kam jo vetëm për këtë rastin, por edhe për shembull që të bëj kujdes me mikrobet, me gjërat që prek, për shembull kam prekur rroba, apo kam prekur jam gjitur në një shkallë edhe kam prekur gjithë atë pjesën e ku mbahesh, edhe ti fshi duar, do më thënë ti laj nëse nuk ka mundësi që të shkoj në tualet edhe ti laj, edhe mos të ha pastaj direkt me ato duart e palara, kështu që më duhet patjetër. Qëndrojmë tek tema, nëse na plasin ujrat, kam gjithmonë me vete një palë tuta. Nëse ndodh diku, atëherë mund t'i ndroj pantallonat, edhe mos të gjezdis me pantallonat lagura, se nuk e dim ku mund t'jem në ecje, mund t'jem duke pirë një kafe, mund t'jem duke takuar një shoqe për vizit, më së thash, edhe do ishte shumë e sikletshme, kështu që një paltutka të thjeshta unë i mbaj gjithmonë me vete. O baby, sa lëviz. Si ka mundsi. Thonë që në javët e fundit baby qetësohet, ky imi është çmendur fare. Okej. Shtatzani e sapi, rripin e belit, po ashtu e marr me vete, sepse është pak i parahasshëm, po ta mbash gjithë kohës vën, për shembull në ecje apo në ngarjen e në ecje është komfortabël, po në ngarjen e makinës apo kur ulesh për shembull për të pirë diçka sepse është shumë i fortë, dhe kur je duke lëvizur, duke ecur, është shumë e mirë, kështu që nuk mund ta mbaj gjithë kohës vën. Edhe e mbaj në çantë dhe kur jam në lëvizje e vendos dhe kur e ndjej që presioni këtu në legen është shumë i madh. Kështu që ripin. Ma ka dhënë një shoqe, nuk e kam ble. Gjëja tjetër shumë e rëndësishme për mua janë snacks. Gjithmonë me vete do kem një snacks. Kjo është e kripur, është me kështu brecel, kështu si tip çibuk me krip. Dhe është me miell, jo me miell, është me tërshër. Po, me miell tërshëre. Edhe është pa gluten, pa sheqerna dhe me shumë pak karbohidrate. Dhe gjithmonë mbaj edhe një snacks të ëmbël. Unë nuk përdor fare gjëra të ëmbla në këtë shtatzani, sidomos që nga java e 32, por
Më ka ndodhur një herë që e kisha sheqerin aq të ulët, isha duke pritur tek ginekologja ime sa e kisha të nevojshme të haja diçka. Edhe kjo është nga këto bio me fara të thata që janë pastaj të karamelizuara edhe të japin direkt një push energjie, kështu që tani nuk iki asgjë kund pa marrë diçka të vogël për të ngrënë. Nëse janë këto ose nëse janë të tjera, mjafton edhe një bukë e thatë ose nuk e di diçka. Dhe për të pirë po ashtu, marr gjithmonë diçka me vete. Marr edhe ujë shumë shpesh, por tani në fund shtatzanisë e ndjej që ndonjëherë kam atë përshtypjen që dua diçka me shije, edhe marr këtë smoothie që është për shembull me fruta të ndryshme. Dhe është i vogël, e fut në çantë edhe nuk më zën ndonjë vend shumë të madh. Atëherë, përveç këtyre që mos t'i haroj, duke qenë se nuk kanë një orar kur i pi, janë këto vitaminat e flokëve. I kam bler në DM, nuk mi ka rekomanduar njeri, thjesht pash përqindjen e biotenit edhe kolagjenit që kanë, edhe i mora. Kështu që nuk mund t'ja sugjeroj unë juve, flisni me doktorin tuaj, unë për vete i mora, sepse kam frikë që pas shtatzanisë do më bien flokët. Edhe i mora që tani, kam filluar që disa muaj para, edhe mendoj që flokët duken okej. Kështu që edhe ato i marr me vete, janë shumë të lehta. Mbase do më duhet që t'i fut në ndonjë qesë ose ndonjë kuti më të vogël, se kutia është pak e madhe, por 2 të tilla në ditë. Kështu, çfarë kemi tjetër? Okay. Në javët apo ditët e fundit të shtatzanisë, kam kaq shumë frikë që do më krijohen ato strijat, sepse deri tani ja kemi hedhur paq, sa që kudo që jam, për shembull që shkoj në tualet, i fut një të shpejt të lyer barkut, edhe këtë vajin e kam bler, e lë në çantë ose e lë në makinë dhe e lyej gjithmonë, tërkohës. Se ato sjellë diçka deri në fund nuk e di, po edhe disa ditë na ndajnë, kështu që le të shpresojmë. Patjetër edhe një antidjerës, se tani nuk e di sasia djersës edhe përshëndrimi është rritur shumë, kështu që kam këtë pa alkool, pa etanol dhe pa ndonjë aromë. Është thjesht nga Balea, e kam marrë vetë. Unë zakonisht dhe nuk më pëlqen shumë me aromë, po tani që isha shtatzën edhe kisha hallë se mbase aroma do më ndikonte, edhe e kam marrë gjasme për shtatzani, por që nuk e di nëse ka ndonjë ndikim nëse do kishte aromë. E kam marrë për shijet e mia pa aromë. Tani, kalojmë pak tek kujtimet, që unë në këtë shtatzani kam pasur shumë të rëndësishme, pra fotot, videot, kam bërë foto pa fund, kam bërë video pa fund, sepse kisha gjithmonë frikë që do më ikte shtatzania, kështu pa e menduar dhe nuk do kisha në fund foto, video që ta kujtoja, dhe dua të bëj një album shumë të madh me gjithë periudhën e shtatzanisë, prandaj tripodi për të bërë foto rri gjithmonë në çantën time për momentin. Plus që mendoj që edhe nëse do më zej diku aty, mund të filmoj, të bëj vlog, sepse dua që ta mbaj si kujtim edhe vlogun e lindjes. Nuk e dia do ja dal, shpresoj shumë që t'ja dal. Dhe për këtë gjë gjithmonë më duhet, si të thuash, tripodi. Bashkë me tripodin është edhe ky që bën fotot, shooteri, që do të thotë kudo që jam, vendos tripodin, lidh këtë me telefonin me Bluetooth, edhe nuk kam nevojë për asnjëri tjetër të më bëj foto. Pra shikoj një vend të bukur që do më sjell një kujtim kur të mos jem më shtatzën, direkt hap tripodin, ndaloj makinën nëse është e mundur, edhe bëj fotot. Ose provoj diçka të bukur dhe dua që ta kem kujtim me barkun, bëj fotot. Nuk e di çfarë mendoni, po unë kam kaq shumë kujtime vetëm për këtij fakti që i kam mëshuar vërtet bërjes se sa më shumë fotove dhe videoje, kështu që nuk do më mungoj gjë. Dihet që do vesh diçka të bukur apo do shikoj një vend të bukur, po mbase më janë prishur buzët ja si tani, kështu që kam 3 lloje buzëkuqe gjithmonë me vete. Kam një kaf, një të kuq edhe një ngjyrë ngjyrë toke. Ky është kafi, ky është bezh, është më shumë si shkëlqyes.
Edhe këtu është i kuq, nëse nuk kam fare asnjë lloj ngjyre tjetër, lyej vetëm buzën me të kuq edhe duket sikur kam bërë vërtet make-up. Edhe këto janë gjithmonë me mua. Edhe patjetër dhe një parfum i vogël, un kam këtë të Versace's. Edhe disa vajza nuk i përdorin në shtatzani parfume, po unë i kam shumë qef, kështu që pse jo. Mirë, po kujtimet për mua, vathët dhe bijuterit janë shumë të rëndësishme, se tani mendoj që pse jo, mos t'i kem fotot e bukura, ato që do bëj. Kështu që kam këtu një pashaporta quaj? Si ta quaj, nuk e di. Kjo këtu është gjëja mbase më e panevojshme që mbaj në çantë, e kam përdorur disa herë. Nuk është një must, por thash, e kam në çantë shumë shpeshherë, pse mos t'ja u tregoj edhe juve. Edhe po ju thosha që kjo pashaporta këtu është plot me bijuteri të mijat, e kemi nga Vlando. Po ja u tregoj një për një. Atëherë është kështu si tip çantke, ka tek Vlando edhe shumë më të vogla që unë i përdor edhe kur shkoj në udhëtim për shembull. Edhe tani udhëtimi më i bukur i jetës time është marrja kujtimeve të djalit tim, kudo që jam, me barkun e rrumbullakosur në një vend të bukur, edhe pse jo mos e vendos bijuterit që të jem e kuruar. Edhe këtu, siç e shikoni, kemi shumë në ndarje dhe janë shumë të bukura, janë me zinxhir, janë me ndarje me madhësi të ndryshme dhe mund të fusni çfarë gjëra që të doni. Unë këtu në fillim kam futur byzylyk dhe orë, këtu kam futur një set me varse dhe me vath, edhe këto vathët rrethor që më shkojnë dhe më pëlqejnë shumë. Këtu pastaj kam këto vathët që janë super trend, edhe që janë të thjeshtë që mund t'i vendosësh çdo ditë, siç kanë këto të sotshmet. Këtu pastaj janë ndarjet e vogla dhe kam unaza dhe vath të vegjël pas veshit. Dhe këtu pastaj kam varse, një varse pak më ekstravagante dhe një më të thjeshtë. Edhe siç e shikoni, ka hapësirë këtu, mbyllet, edhe i ketë të tëra gjërat me vete. Nëse nuk e përdorni për bizhu, mund ta përdorni për make-up, mund ta përdorni për dokumenta, mund ta përdorni për çdo lloj gjëje tjetër. Dhe mua më duket shumë cute, shumë e bukur dhe për më tepër, kur e bleva më pëlqeu aq shumë sa i shkruajta vetë firmës Vlando dhe i thash ju lutem, nëse keni mundësi më dërgoni edhe një kod, dhe nëse do doni që ta porosisni pak më lirë, porosiseni me kodin poshtë. Dhe më besoni që edhe një dhuratë e tillë është shumë e mirë për personat për shembull që udhëtojnë. Nëse keni persona që udhëtojnë në rrethin tuaj shoqëror dhe familjar, ja ku është dhurata, dhe kjo këtu është gjithmonë me mua, në çdo udhëtim dhe në çantën. Nuk e di nëse do ta kem kur të lindi baby, po besoj që po, sepse pastaj do bëj kujtime me babyn, po besoj do i bëj më shumë foto atij se sa mua. Kështu që nuk e di. Gjithsesi, kjo këtu mbase mund t'ju duket gjëja më pa kuptim që un kam në çantë, por për mua është gjëja me goxha kuptim. Kemi syzet. Një palë syze gjithmonë duhet rrim në çantë sepse un harroj që të marr nga shtëpia. Në shtatzani, pashaporta e mamit. Gjithmonë me vete, se nuk i dihet ku na ze, si na ze, ta kemi këtë që të shkojmë direkt në spital, sepse vetëm te kjo bazohen të gjitha analizat, të gjitha të dhënat e babyt, ku dhe mjekët pastaj mund të procedojnë, ose edhe kur udhëtoni ju duhet patjetër kjo, sepse ndryshe nuk ju lënë në avion kur i duket dhe barku i madh që t'ja vërtetoni që nuk jeni aq në javë të përparuar që t'ju marrin pranë udhëtime vete. Matsi i sheqerit. Duke qenë se në fillim kishte shumë mjekja ime besonte që mund të kisha diabetin në shtatzani, më dhanë këta aparatin dhe unë që atere e mas për shefin tim, thjesht për të kontrolluar që çdo gjë është okay, dhe ka setin brenda, ka atë setin që shpon gishtin, ka atë aparaturën që shpon gishtin, ka ato gjërat si të gjatë, ka kështu për t'i vendosur, për t'a pikuar gjakun,
edhe që matë pra sa është glukoza, dhe unë zakonisht e bëj për qefin tim, sidomos kur mendoj që atha tani për shembull diçka, po mos ndoshta e kam sheqerin e lartë dhe mbas edhe vetëm pi diçka, edhe këta e marr gjithmonë me vete. Tani ku leta dje dhe nuk u let kam gjithmonë lek në dorë, jo vetëm në kartë, sepse edhe kafja ku shkoj pi çdo ditë nuk mund të paguash me kartë, edhe tani në Shtatzani e kam shumë vështirë që të shkoj edhe një herë te banka të tërheq lek dhe gjithmonë përpiqem të mbaj lek me vete që të thon atje, ok, nuk mund të paguash me kartë, ok, urdhëroni. Karikusin se si dihet ç'a ndodh kur na zë të telefonojmë burrin, të telefonojmë familjarët. Po afrohemi në fund. Edhe në çantën time ka gjithmonë për të kapur flokën një lidhse, karfica dhe një karficë të madhe, sepse të pasurit vap në Shtatzani është vërtet një temë. Hormonet tona luajnë si të çmendura dhe është ndonjëherë shumë e vështirë që të rrit tër ditën me flok lëshuar, kështu që i fun një të kapme, motra jote, edhe jemi në rregull pastaj për tër ditën. Tani kapa kotën, nëse kam idenë si kam kapur, po hajde. Kështu, këto ishin gjërat që kam në çantë. Më së shumti, shumicën e kohës. Dhe po ja them që gjëja që për mua është e rëndësishme janë këto që bëj fotot, sepse vërtet që është për mua shumë e rëndësishme të mbledh sa më shumë kujtime. Kështu t'i fusim dhe një gjëra të gjitha brenda. Edhe po njerëz, po ju çfarë keni në çantën tuaj, sidomos tani në periudhën e mëmësisë, sepse në periudhat e tjera unë nuk kam pothuajse asgjë, kam vetëm kuletën që kam pashaportën dhe këto gjërat e sigurimit, dhe çfarë janë patenten që të ngas makinën dhe kaq, nuk është se kam ndonjë gjë shumë të madhe. Por tani, mbase në Shtatzani, ose mbase kur të bëjmë dhe mami që të dalë dhe me djalin që do kem dhe çantën e tij më të madhe, sa më të madhe ta keni çantën, aq më shumë gjëra nxe brenda dhe aq më shumë vërtet futni brenda. Jeni dhe ju me këtë mendim? Si ju duk videoja? Ndoshta ishte e thjeshtë, por thash, është një ide shumë e bukur që edhe unë ta kisha bërë këtë trendin, sidomos tani që do bëj mami. Okej. Shihemi në videon tjetër, sepse tani duhet të dal nga makina edhe të vazhdoj ditën time me çantën time gjigante. Ciao!